Deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri ka dalë në mbrojtje të 27 vjeçarit pogradecar Kervin Muçllari, i cili 2 ditë më parë u arrestua nga policia për shkak të një konflikti të ndodhur në ambientet e Këshillit Bashkiak të Pogradecit. Për deputetin Kapri, 27 vjeçari është modeli i duhur i të riut që kërkon të mbrojtë të drejtat e komunitetit ku jeton, ndërkohë nga ana tjetër nuk ka kursyer kritikat ndaj Këshillit Bashkiak dhe policisë së Pogradecit. Mësohet se deputeti Kapri ka kërkuar të marrë një takim me 27 vjeçarin Kervin Muçllari, por nuk është lejuar, ndërsa ka kontaktuar me prokurorin e çështjes, avokatin dhe drejtorin e policisë. Unë nisa nga Tirana, të paktën për të përshëndetur edhe për të inkurajuar Kervin Muçllarin nga Pogradeci për aktin e tij qytetar që bëri në Këshillin Bashkiak të Pogradecit dhe në mënyrë krejt tinzare, as pak njerëzore, u arrestua dhe ka një akuzë të fabrikuar vetëm se bëri detyrën e vetë qytetare. Sot mendoj që gjithë shqiptarët duhet ishin krenar se si një djalë qytetar, një student i 10-s të shkencat politike, ngrihet proba norme komunitetit të vet dhe shkon në një mbledhje të hapur të Këshillit Bashkiak dhe në vend të inkurajohet për këtë gjë, arrestohet, mbahet në burg dhe pa patur mundësinë për ta takuar. Unë uroj shumë që nesër kushdo gjyqtar të ketë çështjen e tij, t'i japi drejtësi, ta lënë në gjendje të lirë, sepse kemi të bëjmë qartësisht me një shkelje të kushtetutës dhe lirive të drejtave të njerëzit. Tani imagjinoni absurdin që njëri merr guximin të protestojë të ngre zërin. Jetojmë në një vend demokratik me letra. Provokohet nga kryetari i bashkisë në Këshillin Bashkiak dhe i montohen akuza të paqëna edhe pse pa në videon të gjithë shqiptarët. Por gjithsesi unë uroj që nesër të vendoset drejtësi dhe i bëj thirrje të gjithë atyre njerëzve, organizatave, të dalin në mbështetje dhe në mbrojtje të tij, sepse kemi të bëjmë me një shembull që duhet ta ndjekim, me një model që duhet mbështetur. Arrestimi i tij është një shkelje flagrante e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Shqipëri. Ditën e njëjtë, 27 vjeçari Kervin Muçllari do të njihet në seancën gjyqësore për masën e sigurisë.